Si që potencova më herët, se tani rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit ku gjithmonë kemi të ftuarit tanë special. Kësaj radhe do flasim pikërisht për të drejtat e gruas në vendin ton apo konkretisht të gruas shqiptare. Dhe këtu me mua në studio kemi zonjën Xhane Raufi, zonjën nga shoqata e gruas shqiptare. Përshëndetje zonja Xhane dhe mirë se erdhe në emisionin ton të mëngjesit të ritmi i ditës. Gëzohem, faleminderit për ftesën. Atëherë na tregoni pak për misionin e shoqatës së gruas shqiptare dhe rolin që ajo luan në mbrojtjen e të drejtave të grave në vendin tonë. Na si organizat jemi formuar qysh në janar të 2001-shit. Mbas 2 muaj kishim konfliktin, kështu që në periudhën atëhershme e keni formuar në atë kohë. Në atë kohë para konfliktit që ndodhi tek ne. Kryesore është që deri atëherë ne patëm marrë pjesë në organizatën e grave, lidhja shqiptare, e gruas shqiptare, mi po mandej u transformuam në forumin e gruas shqiptare. Dhe kjo, sa antar ka kjo shoqat tani? Kurma? Sa antar keni? Antarët çdo ditë shtohen, mirë po në fillim quheshim forumi i gruas shqiptare, mirë po mbasi kishim edhe antarë prej nacionaliteteve tjera, u formuam në forumin e gruas vetëm, pasi na u ndërlidhen edhe antarët Macedonas, Turq, edhe tjerë po. Mund të na thoni se si e cilësoni gjendjen aktuale të drejtave të grave në vendin tonë? Mund të them ja, ka përmirësimja apo ka ngecje? Po, nuk jemi të kënaqura me situatën, pasi gruaja edhe pse duhet të jetë e barabartë, mirë po ngecën këtë drejtim, pasi institucionet relevante që janë përgjegjëse për të ndihmuar nuk na përkrajnë. Në fakt, përkraja është më shumë nga ana e organizatave ndërkombëtare. Po të kishim vetë të kërkonim ndihmë prej institucioneve, do ngecim askund, do ishim askund. Mirë po fatmirësisht faktori ndërkombëtar ka ndihmuar shumë dhe lindën shumë organizata tjera të grave në tërë teritorin e Maqedonisë dhe aktivitete ka në nivel. Mund të na thoni se cilët janë sfidat më të shpeshta me të cilën përballen gratë, themi, në vendin ton apo konkretisht gratë shqiptare? Gratë shqiptare ne më shumë punojmë në viset rurale, pasi mendojmë që janë të marginalizuara dhe kanë nevojë për ndihmë. Kështu që në këtë kontekst do thoja që kemi marrë më shumë gratë e viseve rurale malore, pasi ato janë të marginalizuara edhe nuk kanë qasje deri në qytet. Mirë po në kohën e fundit kemi përmirësim edhe në këtë drejtim. Ka ndryshuar domethënë. Ka ndryshuar, nuk është për fillimit, po. Që sa ke, më thënë, ka 2 decenje që veprojmë e më shumë. Kështu që ka ndryshim mjaft të daluar, po. Mund të na thoni se ekziston ende diskriminimi gjinor, të themi, i heshtur në institucionet shtetërore apo në punë? Mund të ndani ndonjë shembull, pasi që nga viti 2001 siç e cekët jeni formuar si shoqat, keni hasur në ndonjë, të themi, në ndonjë ngjarje të tillë? Evident është fakti që ekziston një qasje jo adekuate sa i përket ndihmës që marrim prej organizatës, prej institucioneve. Kështu që mund të them lirisht që nuk kemi arrit të plotësojmë kërkesën tonë gjerë në institucionet relevante që janë përgjegjëse për faktorin e organizatave ndërkombëtare, organizatave shoqatave në Maqedoni.
A ekziston të themi diskriminimi gjinor? Po. Në institucionet e vendet? Po, edhe atë mjaft të shprehur është, edhe pse gratë janë në letër, të themi, të barabarta, në fakt, gruaja është jashtë sistemit, edhe pse në shiqim të parë, shohim që parlamenti, gruaja në politikë, themi, është e përkrahur, mirë po është në ato vende ku nuk sillen vendime. Me tha nuk janë gjendje të i plotësojnë kërkesat e grave. Kështu që gruan e kemi jashtë sistemit të punës dhe që është kryesore, gruaja është ende e marginalizuar. Dhe më thënë, ende përparësi të themi që kanë gjinia mashkullore ndërsa gruaja rjanë. Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim, zonja Gjane? Këtë drejtim duhet bëhet shumë mirë, po edhe pse ka premtime, mirë po përsëri nuk i arrim qëllimin që të bëhemi të barabarta. Edhe nuk besoj që mund të ndodhe kjo shumë shpejt, edhe pse gratë mundohen një farë mënyre të arrim qëllimin, përsëri unë mendoj që për këto 2 decenje e më shumë është arrit mjaft gruaja të përshihet në shumë sektor, mi për prapë nuk e kemi aq sa duhet. Zonja Gjane, mund të themi dhuna në familje fatkeqësisë vazhdon të mbetet një problem serios. Si punon shoqata në këtë drejtim për të ndihmuar viktimat e dhunës? Dim që para se të formohen shoqatat dhe para se të vim këtë sistemin shumë partijak, sa i përket dhunës familje, është heshtur dhe nuk është bisedua. Për arsye se është trajtuar si problem privat. Me të askush s'ka pas drejt që të marrë pjesë në punën në atë që ndodhen mes 4 mureve. Me thanë, mirë po tani me sistemin shumë partijak, me formimin e shumë organizatave, dhuna familjare delën sipërfaqe edhe bëhen shumë ndryshime, mirë po përsëri nuk mjafton aq sa duhet kërkesa e grave për shembull, që kërkojnë barazi gjinore dhe barazi në sfera tjera, themi në punësim që është shumë kryesore dhe kjo është një ndër faktorët kryesor, pasi gruaja është jashtë sistemit, po, mirë po është interesant fakti që gruaja përpiqet, më thënë, nuk tërhiqet, ajo vazhdon të luftoj për të drejtat e saj. Mund të na thoni se a janë ligjet aktuale për mbrojtjen e të drejtave të grave të mjaftueshme, apo mund të themi që duhet të ketë reforma në ligj? Shumë reforma duhet për gratë, me të vërtet ka nevojë shumë, bisedohet, punohet, edhe pse me ligjet janë shumë janë të mira, mirë po nuk evidentohet ajo që punohet, që është e parapame për shembull për punën e gruas. Është interesant të ceket fakti që edhe pse neve si organizat bashkëpunojmë me shumë organizata tjera, dhuna në familje ka qenë prioritet, edhe është prioritet në organizatën tonë, kështu që kemi evidentuar shumë raste, kemi shkuar direkt në për vendet rurale, sidomos, mirë po ta marrim me përqindje, një përqindje shumë e vogël, do shta 2% ka sukses. Para mendoni. Mbasi gruaja mendon që duhet
nuk mendon që ka të drejtë që kërkoje atë që i takon. Me tha, ne duam të ngrem bedijen të gruaja, që mundemi të stabilizojmë situatën. Po. Mund të na thoni pasi që ju jeni në moshë pak më e vjetër dhe sa ka ndryshuar ndërkohë të themi roli i gruas? Mjaft ka ndryshuar, po të marim kthehemi prapa, po. Ka ndryshuar, tani ne përpara gruan s'mund ta shihnim vetë të shëtisje në për qytet themi ose ka dalë të bleje diçka. Pa pranimin e burrit. Ajo do të thotë që mirë po është kryesore që edhe me vetë universitetin që u hapë në Tetov, kemi shumë gra që edhe për viseve rurale vajzat, të shkollohen. Kemi një numër shumë të konsiderueshëm. Dhe kjo është për të përshëndetur, do më thënë është? Edhe si, shumë. Mund të na thuani se si është bashkëpunimi juaj me institucionet të themi shtetërore të vendit, komunat, policinë në trajtimin e rasteve të dhunës apo të diskriminimit? Diskriminimi ekziston edhe si shohim neve do ekzistojë edhe më tutje. Mirë po, ne nuk do të thotë që duhet ndalemi, po duhet vazhdojmë me punën më tuteshme dhe punohet në drejtim të zgjidhjes të problemeve të gruas. Në radhë të parë duhet neve të punojmë në drejtim të avansimit të pozitës të gruas, edhe atë është në punësimin e gruas. Shumë kryesore është gruaja mos varet prej bashkëshortit ose antarëve tjerë të familjes. Kjo e bën në zakonisht rastet e dhunës familje janë më shumë të përqendruara në ato gra të cilat ekonomikisht varen prej shokut, mendoj partnerit. Pa marrë parasysh. Mund të na thuani cilët janë pengesat kryesore që gratë hasin në tregun e punës në vendin tonë? Shumë është relevant fakti që gratë nuk janë gjendje, nuk janë gjendje, po nuk kërkojnë të jenë të barabarta në çfarë mënyre. Edhe pse është fakt që nuk kërkojnë, është fakt që duhet të luftojnë për pozitën e tyre, me ta të janë pritje dikush të shtyje ti përcaktoje. Pikërisht. Sa kërkojnë gratë ndihmë nga organizatat, të themi nga shoqatat e grave që janë në vendin tonë? A janë të vedisuar, a vinë të kërkojnë ndihmë nëse kanë ndonjë problem, qoftë të jenë viktime e dhunës, qoftë për punësime e kështu me radhë? Vinë po shumë pak, përsëri nuk mjafton, mendoj, nuk është mjaftueshme. Ende nuk është arrit niveli i ngritjes së vetdijes të gratë, që mundet të kërkojnë ndihmë prej institucioneve, që kemi hasën e gra që kanë probleme, po nuk e hapin derën e komunës që të kërkojnë ndihmë, atje ku mund të kenë ndonjë të drejtohen. Po. Dhe çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim që të rritet vetdia, të themi, tek gratë? Duhet punohet në këtë drejtim të mbahen tribuna në përfshatra, sidomos në vendet suburbane, të mbahen takime me gratë edhe të fitohet, me thënë, të luftohet në këtë drejtim, ne duhet të shkojmë të ato direkt në për vendet rurale edhe suburbane, që të kërkojmë ndihmën, të drejtojmë, të tregojmë ku ka nevojë të shkohet. Pikërisht. A vëreni rritje të ndërmarrësisë femërore, si mund të mbështeten më shumë gratë që duan të hapin ndonjë biznes të tyre? Shumë gra, mendoj jo shumë, po një numër i konsiderueshëm të grave duan të hapin diçka privat. Mirë po, pa ndihmën e institucioneve,
nuk janë gjendje, edhe pse kanë kërkua, mendoj, shumë herë, janë drejtua tek ne, mi po institucionet presin vetë gruaja të adaptohet edhe të përfitoj. Po se ka ndihmën e askujt dhe mbetet, ka pas para një decenje, kishte disa projekte të cilat e ndihmonin gruan të hapje do një biznes të vogël, mi po ato nuk mjaftojnë, duhet shumë punohet këtë drejtim. A ka nevojë gruaja ekonomikisht të mbështetet edhe atës mjaft. Mjaft që të përkrahen. A duhet të përkrahen nga institucionet e vendit që gratë të jenë të themi të zojat e vetës, që të hapin një biznes, mos t'jenë të varura nga partneri i tyre. Është kryesore, mirë, po gruaja ende nuk e ka arrit atë nivelin që të kërkoje. E shohim që nuk është në nivel të kërkoje ndihmë. Ajo është në pritje dikush ta shtyje. Ende, me thonë, ende se kemi vetë djesuar. Dhe me thonë, ende duhet që një grua punohet, po. Të ketë mbështetjen nga dikush që të ashtu që të ecë për para. Ashtu, po. Të ecë për para. Mund të nga thoni se a janë vajzat e reja tani më të informuar për të drejta, të themi, të rolit, të vajzës, të gruas, në këtë kohë, në këtë periudhë? Këtë periudhë janë mjaft të vetë djesuara vajzat e reja, të cilat vazhdojnë shkollimin e lartë dhe janë një numër mjaft të konsiderueshëm që në këtë drejtim janë me të vërtet të zonjat të kërkojnë atë që u duhet. Do me thënë, është arrit të ato vajza niveli i vetë djesimit. A duhen të ketë të themi trajnimet, informacione në për shkollat e mesme, po të informohen nxënësit e shkollave për të drejtat e tyre, se çfarë kanë të drejtë një person, një njeri në cilat janë bazë të drejtat e tyre. Ka nevojë edhe shumë ka nevojë. Mirë po, ende mungojnë aq sa duhet. Këtu unë do t'i fajsoj institucionet në nivel lokal, për shembull, do fajsoja komunën. Pasi komuna duhet të ta bëj hapin e parë për të ndihmuar. Dhe në nivel qendror është më rëndë të vish në kontakt. Komuna nuk ka bashkëpunim aq sa duhet me qytetarët. Në më thënë, duhet të ekziston ajo lidhja i bashkëpunimi mes qytetarëve dhe komunës. Komuna. Shumë është e rëndësishme, po. Mirë, nuk ekziston kjo. Gjithsesi duhet të ndërmire në hapat të tilla sa do pak për të informuar nga një moshë shumë e re për të drejtat e tyre, sidomos të themi gjinia më e butë, gjinia femërore. Mund të na thuani se sa ndikon mentaliteti patriarkal në kufizimin e rolit të vajzave dhe grave në shoqëri? Shumë ndikon. Ende ne kemi shoqërinë tonë, shumë e kemi patriarkale dhe duhet me të vërtet këtu të bëjë ndryshime serioze, unë mendoj. Edhe pse shkollohen, e kanë ende të dukshme rolin patriarkal. Me thënë, atë që bëhet në shtëpi, ku është rritë për shembull, ka ndikuar shumë edhe ndikon ende roli patriarkal. Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim? Këtë drejtim duhet të vetëdjesohet, duhet punohet në drejtim, këtë drejtim. Së është punuaj në këtë drejtim, dhe thosha, shumë pak është punuaj. Mungojnë projektet. Projektet në nivel lokal nuk ka, në nivel nacional mungojnë. Vetëm për faktorit ndërkombëtar që ka projekte. Që keni projekte dhe që keni përkraje, mund të themi. Çfarë projektesh apo iniciativash keni ndërmarrë këtë vit për fuqizimin e grave? Për fuqizimin e grave ne japim akcentin në punësimin e gruas. Dhe mendojmë që është kjo diçka që duhet
përforcohet dhe të punohet në këtë drejtim. Mirë po, përsëri nëpërmjet të faktorit ndërkombëtar marrim përsëri këtë. Nëpërmjet organizatës suaj, shoqatës suaj, ka ndërmarrë, është hap ndonjë grua, ka hapur vetë biznes me ndihmën e shoqatës? Ka qenë me ndihmën e organizatës ndërkombëtare, nëpërmjet organizatës tone, po kanë hap biznese. Kishim para disa vjetëve hapjen e vetë punëtorive grave, bizneseve të vogla, që u bën të suksesshme me ndihmën e organizatës nëpërmjet ndërkombëtarëve. Kjo është e keqja që në nivel lokal ose nacional nuk ka projekte. Nuk ka projekte. Ajo është. Çfarë biznese kanë hapur? Cilat kanë qenë ato llojet e bizneseve? Biznese për shembull varësisht prej nivelit të shkollimit, biznes ka në hapur për parukeri, për rroba qepsi ato, qëndisi ato, që kërkohen shumë në treg. Këto ende dhe kanë qenë të suksesshme për dorët, pikërisht. Tani jemi edhe në prag të ditës së të drejtave të njeriut. Cili do të ishte mesazhi juaj kryesor që doni ta përcjellni, pikërisht për kur e dim që 10 dhjetori është dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut? Vetë, më thënë, mbas 2 ditëve, ne kemi parapar të mbajmë një tribun në zyrat tona, ku do të jenë do kemi përfaqësues të komunës, ta tregojmë situatën e gruas, në çfarë niveli është dhe kërkojmë ndihmë që mundet, më thënë, duket e dukshme që është si kontribut për gruan, që ka nevojë edhe si. Që ka nevojë. Si do ta përshkruani nivelin e gruas në përgjithësi në vendin tonë? Varësisht të nacionaliteti jonë është ma pak i përfshirë. Në niveli, mendoj, i punësimit, mandej përfaqësimi në shumë institucione. Edhe pse kemi një përqindje, nuk mund të ankohemi, përpara s'ka patë edhe ajo s'ka ekzistuar. Mirë po tash, me thanë, ndjehet pak ajo situata. Ndjehet situata. Çfarë duhet të ndryshoj, të themi urgjentisht, në vendin tonë që gratë ndihen më të sigurta dhe më të barabarta? Çdo kund duhet bëhen ndryshime. Mendoj se në shumë aspekte, në shumë vende ka nevojë për ndryshime, mirë po shumë ngadalë bëhen ndryshime. Kemi nevojë për shembull të bëjmë diçka madhështore, mirë po të hapen uzina ose punëtori speciale për gratë. Gruaja kërkon punë që është më kryesore. Ajo është në fakt në të shumtën e rasteve kërkon të punësohet. Nuk është ajo grua që ka ndetë në shtëpi dhe e ka ndje ndryshimin që ekziston. Si duhet, a duhet të fillojmë të themi nga familja, nga shtëpia, që gruaja të ndihet më e lartë, më e vlerësuar? Po. Normalisht familja është qeliza kryesore për zhvillimin e gruas. Mirë po, neve nuk kemi mandej shkollim në shkolla, duhet të kemi lëndë speciale ku do të flitet për vetëdijesimin e gruas në përgjithësi, jo vetëm gruas, për të fëmijëve. Këtu i kemi edhe gruan. Edhe të bëhen ndryshime, ka nevojë për ndryshime. Nuk kemi bërë asgjë aq sa duhet, në fakt. Sa është i rëndësishëm të themi roli i gruas në shoqëri? Është i rëndësishëm shumë, bile kryesor, mirë po nuk i jepet aq rëndësi, aq sa duhet. Gruaja është ajo që punon në shtëpi, ngre fëmijët, punon jashtë shtëpisë, me thënë ka një rol shumë të rëndësishëm, mirë po nuk e vlerësojnë
Ajo është e keqja që s'vlerësohet atë sa duhet. Sa duhet. Më fund, zonja Xhane, mund të na thoni se cila është porosia juaj për vajzat dhe gratë që ndjekin këtë emision sot, pikërisht për të drejtat e tyre? Porosia ime do ishte që mos hezitojnë, po të vazhdojnë të kërkojnë të drejtat që u takojnë, pasi barazia gjinore nuk guxon të humbet, mirë po duhet vazhduar në këtë drejtim, sa më shumë të përfaqësohen vajzat edhe gratë. Jo vetëm vajzat, po edhe gratë kanë nevojë. Edhe mendoj që është kryesore të vitet në këtë drejtim. Në këtë drejtim, pa tjetër. Zonja Xhane, ju faleminderit të së pari që ishit të pjesë emisionit tonë Ritmi i ditës. Ju përgëzoj, domethënë për moshën që keni dhe keni ardhur pikërisht në emision për të folur sa më shumë lidhur për të drejtat e grave që ende jeni në krye të shoqatës së gruas shqiptare, ku ju e theksua që do të mbani edhe një tribun pikërisht për të drejtat e grave në vendin tonë. Kështu që ju përgëzoj, ju faleminderit edhe njerë, kisha nderin që ishe ju sot me mua. Faleminderit edhe juve për ftesën. Nuk ka gjë.